Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Më dhunuan, Eduard Grishaj kthen përgjigje Ermal Mamaqit. A do të jetë sonte në finalen e madhe? Debati i ditëve të fundit mes Ermal Mamaqit dhe produksionit të firmës ka vjuar të jetë një nga temat më të komentuara në rrjetet sociale, sidomos pas reagimeve të aktorit për largimin e tij nga karrige e opinionistit. Në prag të finales së madhe, Eduard Grishaj është pyetur nëse Ermali do të jetë apo jo pjesë e mbrëmjes finale. Përgjigjja e tij la të kuptohet se dera nuk është e mbyllur. Duhet ta kuptojmë, ai është duke reflektuar. Nëse ai reflekton, edhe mundemi të bëjmë një përjashtim. Kemi gjithë këto ditë që i kemi thënë dhe të mos e marrim në finale, sigurisht që ne dalim keq. Ja kemi bërë ftesën, kjo ngelet në dorën e Ermalit. Deklarata vjen pasi Ermal Mamaqi reagoi publikisht ndaj mënyrës barbare që u trajtua me largimin e tij nga bodyguardët. Kjo vetëm sepse mbështeste Ilir Shajqirin.